Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Sonte në emisionin personale në studio kemi një njeri i cili ka rezistuar kohës dhe dalgëve të politikës, por pa e humbur asnjëherë integritetin e tij. Një prej emrave më të respektuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës në vitet e saj vendimtare. Ish deputet dhe drejtues i lartë, por mbi të gjitha profesor në kuptimin e plotë të fjalës. Sonte nuk do të flasim për statistika, por për një rrugtim jetësor që nisi me dëshirën për shkollim, për të bërë një prej emrave më të rëndësishëm të arsimit në Kosovë. Do diskutojmë për politikën e djeshme, atë të idealeve dhe të ndërtimit të shtetit, por edhe për politikën e sotme. Një bisedë të hapur për jetën, sfidat dhe vizionin e tij me profesorin e nderuar në studio, Berim Ramosaj. Mirëmbrëma, mirëserdhet. Mirëmbrëma, mirë se ju gjatëm. Ndi vetën të nderuar. Faleminderit shumë, është kënaqësi t'ju kemi në studio për herë të parë, për cilur rrëfimin tuaj personal, po ashtu edhe atë profesional, sepse shikuesit ndër vite ju kam parë, unë ju thash edhe para se të hynim studio mbaj mend edhe si fëmijë, pra si prej figurave më të rëndësishme dhe keni qenë shumë aktiv në një kohë të gjatë në politikë. Dhe tani të sjellim pra nga kjo perspektiv qoftë analizë, po ashtu edhe reflektim të punës dhe të situatës politike në të cilën ka kaluar Kosova. Një fshehtësi të vogël. Hera parë se unë në televizione kom qenë mësafer shumë herë. Është hera parë ndoshta që thirrem në një emision të flas për vetveten. Ndoshta është më vështirë se sa të flasim për situatën ose të flasim për të gjithë të tjerët. Mirë po do të munduam të jem objektive, edhe pse njerëzit vështirë e ruajnë objektivitetin kur është në pyetje individi dhe familja. Prandaj është kënaqësia e dyfisht, mund të themi pra, sepse e paskem ekskluzivitetin t'ju kemi për herë të parë pra në një rrëfim tuaj personal. Dhe kështu do e nisim edhe me disa fotografi personale, pra disa përmbledhje nga jeta juaj, duke filluar nga fëmiria, që është ndoshta pjesa më e bukur e jetës së çdo njeriut. Këtu do t'i shohim edhe fotografit në ekran dhe do t'i komentojmë së bashku. Kjo fotografi, pra po shihet që është një foto shumë e vjetër, e bërë me vëllezërit e tu. Vërtet unë kom patur foto edhe tjera familjare, por lufta ka bot veten edhe unë për ardhjen e kam prej fshatit Sarabreg të Deçanit, e na e dim që Deçani gjatë luftës ka pësue dëme të mëdha edhe njerëzore edhe materiale. Kjo është një foto e 4 djemve të Bajram Selmonit të Ramosaj. Në fakt, na ishim familje 4 djemë dhe 2 vajza, por kjo foto me qëlloj, unë jam aty poshtë në të majtë. Më i vogli. Jam fëmijë më i vogël në familje, ndoshta mu për atë e kom pas edhe një benefit, sepse të gjithë më kanë dashur ndoshta më së shumti dhe më kanë lejue edhe të jem ndoshta më i hapuri, më i miri për të tjerët. Por edhe i kom realizu edhe ato qëllimet e mia edhe personale edhe familjare më së leti. Të jesh fëmijë më i vogël në familje ka disa benefite. Ka dhe disa risje të vogla të natyrës familjare, por benefite ka më shumë. Kështu që kom di veten shumë mirë. Këtu jam faktikisht me 3 vëllezërit e mi, ata 2 nalt jetojnë, ai afër me jeton në Zvicër, është një profesionist i mirë në fushën e tij, tjetri jeton në Gjermani, është ekonomist i diplomuar, ka ikë gjatë periudhës para luftës, kur i kanë largu prej pune, ka qenë bile zëvendësdrejtor në një kompani në Deçan, kurse ky vllau poshtë, ky ka qenë një futbollar i njohur në periudhën e tij, ka luajtur për ekipet më të njohura të Kosovës. Në atë kohë ishte ekipi Kristalit, Besa e Pejës, sot që është ka luajtur për vllaznimin e Gjakovës dhe në fund ka qenë edhe trajner i ekipit të Deçanit. E ka themeluar faktikisht klubin futbollistik Deçani. Është i shpërblyer post-mortem prej federatës. Ky për fat keqësi, për fat të keq, Ruzhdeun
Ajo është Gurguri, Selmoni, Rushdeu edhe unë Berimi. Rushdeu në kanë vrarë gjatë luftës, dhe atë jo vetëm që kanë vrarë këta, po me gjithë djalin e tij atë dhe unë. Në vitin 99 në Pej. E kanë vrarë në shtëpi. Në lagjën Dardania, aty ka jetue. Sepse unë ndoshta s'më ra me shfletu e krejt anën familjare, unë në këtë luft kom humbë babën, vllaun edhe djalin e vllaut. Faktikisht përfaqësues 3 gjeneratave. Po du me thonë se kjo familje, apo familja ime në përgjithësi, ka pas telashe të kësaj natyre, dhe me thonë, ka pas edhe tragedi familjare që e konsiderojmë na. Mirë po, ka edhe lëvizje shumë pozitive, ka trende të zhvillimit, qoftë familjar, qoftë profesional, të gjithëve. Kom pas edhe 2 motra, dhe atë njërën tash është e ndjerë, ajo ka qenë kryemotër, ka jetuar në Mitrovic, ka qenë kryemotër në spitalin e Mitrovicës, dhe një e kom po ashtu një motër gjallë, jeton në Deçan me familjen e saj. Keni shtëpi në Deçan? Shkoni shpesh, ose ti vizitoni familjarët atje? Po, faktikisht, aty ku kom lindë, aty ku kom kry shkollën fillore dhe të mesme, në Deçan, në Carabreg kom shtëpinë e prindve që ma kanë lanë, mirë po atë shtëpi e kanë shkatru gjatë luftës, unë e kom rindërtu dhe jam pasionant pas fshatit dhe shkoj çdo vikend gati e kaloj në Deçan. Dhe është një prej fshatrave më të bukur, besoj, të Deçanit dhe mjaft mirë rindërtuar, sidomos pas luftës. Po shiko, natyra është atje shumë e mirë, dhe na në një farforme jem rob të asaj natyre të bukur dhe bjeshkëve të Deçanit. Ana, sidomos pjesa e natyrës është shumë e mirë. Ajo pjesa e ndërtimeve, aty kemi rezervat tona, por sidoqoftë, edhe pse ndoshta dikuj nuk i duket aq i mirë, neve na duket vend i praruar, me thonë. Jo, shtëpit janë shumë të bukura, pra gjitha me ato buret kam une nostalgji jashtëzakonshme. Jam shumë tradicionalist në këtë aspektin e komunikimit me vendlindjen, me vendin ku kam qenë. Të kalojmë të shohim edhe fotografi tjera, sepse kemi disa për t'i komentuar. Kjo është një fotografi kur e kom njoft gruën time që e kom sot me Remen. Faktikisht kemi qenë student në atë kohë. Janë vitet para lufte, dhe më thonë, jemi të vitet 1986, që aty dikon. Faktikisht këtë fotografi e kemi bërë në Pej, ka qenë një foto Rizvanulli, më kujtuat si sot. Kështu që na mandej si student, kemi kalu e periudhën e studimeve ashtu si 2-3 bashkarisht, po jemi martu masandej, dhe pa dyshim, Meremi është studente ka qenë mjekësis, ka studiu mjekësin, sot është ginekologe, punon në qendrën klinike universitare, një profesioniste shumë e respektume. Bile unë i thamë sikur nëna Terez, sepse ajo din me punu shumë për shpirt. Në të tjerët nështë ta punojmë më shumë, edhe i shikojmë edhe projektet të natyres komerciale. Ajo i shikon shumë atë element. Andaj është edhe doktoresh pra, sepse mban humanitetin brenda. Edhe doktorët, edhe profesorët janë të llojeve të ndryshme. Dikush është i dhënë më shumë pasanes humane, njerëzore. Kjo e ka atë veçëri, nuk mund t'ja humbim. Unë e kom studiu në atë kohë ekonominë dhe pa dyshim në momentin që e kom kry fakultetin, bile për sa e di për 3 vjetë e kom kry fakultetin që ka qenë për 4 vite, po atëherë ka qenë një mundësi e tillë. Ata që kanë pas notat të shkëlqyeshme në studime, kanë pas të drejtë me hyrë në provime më herët, kështu që unë, kur kom shku në Zagreb, 1984, shokët e mi, kolegë, studimeve janë kohën ende studenta këtu në Prishtinë. Edhe jam punësu si asistent i ri, 1984, prej 1984 jam i punësuar i përhershëm në Universitetin e Prishtinës. Që janë ndoshta një numër kogja i vogël i njerëzve me kaq përvojë të gjatë akademike. Po shiko, kemi menduar atëherë, edhe sa dhe jetojmë jetën e profesurës, kemi menduar shkolla është shumë e rëndësishme. Në fakt këtë ndoshta
genetikisht e kom, se edhe baba jam ka financu shumë për shkollë të na, ka dhanë shumë për shkollën. Ka qenë shumë i pasionuar, vetë nuk ka pas kush e di çfarë shkolle të madhe. Pikërisht besoj që kjo ka qenë gjenerata e prindërve të atëhershëm që i kanë shty pra fëmijët të tyre me një dëshirë shumë të madhe për të arsimu. Po ishim në familje, tash mos më thonë, jo fshatare, edhe pse kemi jetu në fshat, babën e kom pas tregtar, ka punu gjatë tërë kohës në Pej, ka pas shitoren tregtisë në Pej, kështu që na në aspektin material nuk mungonin. Kështu që ai na i ka hap mundësit materiale për të vazhdu. Kështu që në një farë forme mendoj se e kemi realizuar dëshirë, edhe pse asnjëherë nuk mund të jetë njëri shumë i knaqur. Do të shohim edhe fotografi të tjera nga pjesa parë. Këtu jam student në Universitetin e Zagrebit. Me gruan time, më ka shoqërua atëherë, faktikisht jam aty para fakultetit ekonomisë në Zagreb. Unë atje kom krye magistraturën, drejtimin menaxhmentit që është sot. Kështu që faktikisht ajo pjesa ndoshta më e bukur studentore e imja, edhe pse nuk ishte shumë intenzive në kuptimin e komunikimit me të tjerët ka qenë, edhe gati shpeshherë ju thëmë studentëve, krejt që ka di sot, di për asaj shkolle. Kështu që për mua, background-i fuqishëm ishte Universiteti i Zagrebit. Zagrebit, po. Do të shohim edhe fotografi tjera? Kjo fotografi është në Londër, kur më ka diplomue vajza e madhe ka bo magistraturën në London School of Economy, në shkollën më të mirë ekonomisë në Londër. Faktikisht, ajo është vajza e madhe, ajo ka krya UKU-n këtu, fakultetin, mandej ka shku në magistraturën në Londër. Faktikisht ka shkue duke u bazu në financimin ton familjarë, se jo mundue tash atë që ka bo për indianë, për ne tash unë shumë kom investu në fëmi në aspektin e shkollës. Jo vetëm vajzën e madhe që e kom qu në atë shkollë, faktikisht ajo ka plotësu ato kriteret e dijes, aktivitetit, njohurive, por si do qoftë jam shumë i kënaqur, këtu jemi bashkë para London School of Economy, faktikisht kur ka magistrue, dhe jemi të knaqër, ka kryat shkollë, mandej pako ka punu asistente në Fakultetin e Ekonomisë, aty të ne, por jo, mas andaj ka dalë në biznes, ka punu një kohë gjatë në Mabetex Group, tash është konsulente, ullheq një biznes të vetin në konsulencë. është ekonomiste e mirë. Ekonomiste, dhe jetojnë në Kosovë? Unë e thamë si të gjithë fëmijët tjerë, mirë po në aspektin mundohem në raport me fëmijët me qenë bukur objektiv. Edhe kur kanë gabime, ja u them, edhe kur kanë të mirat. Por në aspektin e shkollës dhe dijes, unë mendoj se janë shumë mirë, shumë mirë. Do shta na u kemi dhonë ato hapësirat e mundshme, po ata e kanë realizu vetën. Dhe gati që janë mjaftë serios në këtë drejtim shumë, nështë ta ma serios se moshatarë të tyre. Kemi edhe të fëmijëve të tjerë fotografi dhe do t'i shohim t'i komentojmë. Ajo është vajza e dytë edhe shoqja, gruja janë. Po. Kalim të fotot e tjera? Kjo është kur në fakt me ka diplomu vajza e dytë, Gresa. Ajo ishte Argjiro. Kjo është Gresa, kjo me këtë kuroren. Se Universiteti i Bolonjës e kishte një tradit. Në momentin kur diplomojnë, ja u japin ato kunorat e ullive. Ajo kunor e ullishtes është. Dhe faktikisht këtu jemi në pra një katedrale ku e kam mbrojt temën e magistraturës në Universitetin e Bolonjës. Po ajo ka kry krejt fakultetin në Itali. Do më thonë, ka qenë studente Universitetit Bolonjës. Të arkitekturës, sot është arkitekte. Jep mësim, është ligjeruse në një universitet. Faktikisht është në këtë kolegjin UBT, jep mësim, është profesoresh atë. Shumë bukur. Kemi edhe fotografin tjetër të djalit? Edhe këtu djali është këtu në Berlin. Ky ka krye, edhe ky AUK-un e ka kry këtu, mandej ka shkue në magistraturë në Universitetin Teknik të Berlinit. Ka marrë
titullin master të shkencave të IT-s, teknologjisë, është programer. Ky e një vetën si, faktikisht njët ajo si inxhinieri blockchainit. Ka punu disa vite në Berlin, mirë po tash është, para një viti është transferue në Zvicër. Jeton në Ciri, jeton me bashkëshortën e vetë, që po ashtu edhe ajo është një vajzë e një familje të profesorëve. Baba i saj është po ashtu profesor universiteti, shqiptare është, po du me qenë kuptimin racional për publikun, se këto njohuritë e komunikimet janë të pakufishme. Kështu që edhe ajo është një profesioniste e mirë në fushën e vetë, të jurisprudencës, do të punojnë, jetojnë në Ciri. Në Ciri. Pra është një kënaqësi shumë e madhe, pra kur ti shef fëmijët dhe mundi fakt i prindërve i cili është shpërblyer me një sukses dhe me sjellje të mira dhe me një jetë të qetë e të rehatshme. Po ndoshta kem pas në të lashën, gjitha ato dhimbje të mëdha që i kishim nga lufta, ato tragjedi, mirë po kur e sheh rezultatin, familja, shoqëria, e sidomos këto avancime që i kanë bërë në nivelin e edukimit edhe shkollimit, ne në një farë forme na kanë jap optimizëm për të jetu. Tash unë munduam me qenë objektiv, kur më pyesin bile për fëmijë, thamë si të gjithë fëmijë tjerë, të gjithë botës janë. Mirë po, vërtet këta, jo që janë fëmijët e mi, por faktikisht dijen e kanë shumë, e kanë marrë të mirë, shkollat i kanë, na jemi munduar tash, me qenë se unë e gruaja kemi qenë të shkollave të atëhershme, por kem konsideru vetën si kemi qenë student të mirë, kem arrit nivelet larta, unë e profesor universiteti, gruaja specialiste e mjekësisë, këta mendoj se kanë hapësirë me e edhe më tutje, mirë po sa i përket asaj përmbushjes time, si familje jam mjaft i përmbushur, i realizuar në kuptimin e kontinuitetit, sepse të 3 fëmijët i kam faktikisht jemi bërë tash në familja aty si një kolegj i vogël. Bile çka është befasia që edhe vajza e madhe e ka djalin e një profesori e kom dhëndër, edhe djali e ka vajzën e një profesori që e kom re. Pra jeni tërhequr ndërmjet veti komplet një familje me du me ikë ty në profesora o prap kemi mbet profesorat. Do të shohim edhe fotografi tjera, sepse kemi edhe të tjera për t'i komentuar. Këto janë disa nga librat e juaj, me qenë se jeni autori shumë librave në Kosovë, pra shumë student kanë mësu pikërisht prej librave të cilat i keni shkruju. Po shiko, ka studentët janë ashtu, nga njerë kom fjalë të mira, sidomos ata masit e kryne, hynë në punë, atër thojnë ti kishe pas të drejtë. Edhe jo mirë me ta në kuën e ligjëratave. Po kur vinë në provime, kriterin e komunë ende bukur të vështirë në kuptimin e kalushmërisë. Mirë po saj përket punës time, une ende jam robi asaj, se ata që duhet marrë në fakultet duhet me mësu. Se na atë mendësi e kishim. Kanë shku në fakultet njerëzit që kanë dasht me mësu, kanë dasht me lexu. E tash, duke u nisur nga ky fakti, sjelljes tonë, do më thonë, nuk i kemë marrë këta tituj rastësisht, janë kontinuitet prej shkollës fillore dhe të mesme të shkëlqyshëm, mandej në fakultet shkëlqyshëm, mandej kemi kry, unë e mendoj që bile kur vinë studentat në master dhe në doktorat, thëmë, kjo është komoditet, nuk bëhat për zërë. Nuk vijet këtu për letra, duhet me lexu. Edhe pse sistemi i arsimit në fakt i kishte bërë të obligueshme dhe është e obligueshme pra që të kryet masteri. Po shiko, nuk mos mendo se gjithëherë ka fjalë miradije. Në kuptimin e kritereve, në kuptimin e komunikimit, ndoshta jam pak i ftoftë në raport me studentët apo personelin, mirë po i kom standardet bukur të larta në kuptimin e dijes, në kuptimin e shkollës. Për ata edhe
Nuk është, shiko, këto janë 5 libra, ndoshta që i kom zellë në vitet të ndryshme. Po kjo, për shembull, vetëm kjo libra menaxhmentit 7 herë është ribotue. Dhe më thonë, nëse është ribotu 7 herë, ka minimum ka 500 ekzemplar, janë botue. Para me ndoni sa libri o shqitë. Pra, e vërtet dhe është gjithashtu... Mirë, po si do qoftë... Një realitet që në Kosovë, pra, profesor ka shumë magjister, po ashtu dhe doktor shkencë. Si e vlerësoni ju këtë? Po, shiko, vërtet, për paran kanë shku në shkollë njerëzit ata që kanë qenë në një farforme të preokupuar për atë fushë. E sot e vrejmë që kemi problemet të profesurës, edhe të mbajtjes së mësimit, edhe të studentëve. Nuk du këtu të udhi krejt fajnë, as të studentët, as vetëm të profesorët, por është devalvu shumë qka në këtë Kosovë. Problemet të studentët janë të natyrës e tillë që atë shkollën paraprake nuk e kanë të mirë, me ata kemi të lashe, ata që kanë kry shkolla fillore dhe të mesme, me kushte jo të mira dhe nuk e kanë atë përgatitjen për universitet, ma ata kemi të lashe. Se është zarë në fakultet mi audhon të dijen kulminante pa sa dijen bazë. Kurse të profesorët, shikoni, edhe për para ka pas dalimet mëdha midis profesorëve, po sot kom rezervat e mia për shumë kolegë të mirë, po në përgjithësi në fund, ata që janë të mirë dalin me rezultatet mira, edhe si profesor. Qoftë në kuptimin e mentorimit të studentëve, qoftë në kuptimin e publikimeve shkencore, qoftë librave të tjera. Po, do t'i shohim edhe fotografitë të tjera dhe do të mundohemi pra që gjitha t'i komentojmë, pra ju jeni kyqur shumë herët. Para lufte. Po, jeni kyqur pra shumë herët në angazhim politik që nga 89-ta. Po së është një protestë të 89-tës, ju gjithashtu jeni edhe ndër themelusit, edhe themelusit e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kjo është një protestë 89-tën që e kemë bo në shesh të Prishtinës, për shet ju Shtëpia Madra, Gërmia ka qenë. Këtu kemi protestu për paqe, liri, faktikisht është prej aty në momente të para për demokraci kundër dhunës. Ju si student keni qenë këtu? Jo, asistent. Si asistent, po, se të 84-tën, po. Mirë po, motivi i daljes në ato demonstrata ka qenë për demokraci kundër dhunës. Edhe pse ka qenë e artikuluar ajo vetdia për Republikën e Kosovës, për shtet të pavarur, prap se prap e ishim ende në ato pozicione duke luftu për të drejtat e njeriut, edhe si drejta individuale, edhe si kolektive, si shqiptarë në Kosovë. Kështu që kjo është për mu një ndër fotot ndoshta ma interesante të aktivitetit tim politik. Sa atëherë nuk kom pas pushtetës, nuk është bile shumë gjëra kanë qenë, variabla shumë të panjohura. Mirë po kem ditë me dalë dhe me protestu kundër regjimit. Po. Ka qenë natyrisht një guxim shumë i madh, qoftë prej stafit akademik, po ashtu edhe prej studentëve që bashkangjiten protesta, që shpesh herë pastaj kanë përfunduar në protesta të përgjakta. Një profesor i fakultetit teknik, une asistent në fakultet ekonomik, do më thonë, aty ka punëtor, bujq, apo e shë qëfar ndërthurje ka qenë, do më thonë, kjo është ajo protesta e vërtet, që në fakt nuk kanë qenë fare as të manipuluar, as të, si me thonë... Të nëzitur nga dikush, ose... Kjo është protest spontane, që ka ndodhë për liri, për demokraci, për të drejtat së pari qytetare, mandej edhe kolektive. E që në fakt gjithçka nisi pra këtu, nga këtu protesta, pastaj duke evoluar edhe në proceset e tjera. Edhe demonstratat e 81-shit, kom marrë pjesë, me gjithë gruën time, kur kem qenë student, se unë student isha. Mirë po ato janë shumë herët, kjo është më vonë. Pastaj ju jeni pra ndër themelusit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke qenë pastaj edhe deputet. Po jam një ndër ata që të parët kemi hyne. Bile e di që prej aty në aktiviteteve të para që ishin për liri të drejtave njerëzore, atëherë patën fillu edhe aktiviteti i parë është ba imi politik në Deçan. Atëherë unë kom marrë pjesë në ato
takimet e para të themelimit të lidhjes demokratike. Mirë po, aty kom arrit deri, kam qenë antar kryesie, mandej kam qenë delegat për gati krejt kuvendet e LDK-s, mandej kam qenë edhe antar i Këshillit Përgjithshëm dhe kryesisë e LDK-s, dhe e konsideroj veten pjesën e atyre njerëzve që ishim themeltar të kësaj partije dhe zhvillues deri në fund që disa kemi mbet ende në margjinat e asaj ideologjie politike ose asaj kulture Rrugovjane, pra, që sot njihet ashtu. Lidhja demokratike ka ndërtu një kulturë politike që gërsheton edhe elementet politike, edhe kulturore, edhe intelektuale, që në fakt qëllimi esencial ka qenë afirmimi i çështjes shqiptare në fillim, që këtu diçka nuk o mirë me këtë popull. Pra që bota ta kuptoj se çfarë po ndodh në Kosovë. Është luftu me mjete paqësore në fillim, duke marrë parasysh. Mendoni që ka qenë kjo e duhur, ky vizion i atëhershëm, pra që të luftohet me mjete paqësore? Po shiko, kjo ishte befasia e madhe për faktorin ndërkombëtar. Si një popull i cili është konsideru për një kohë të gjatë si popull shumë patriarkal, provincial, i pa edukuar shumë, që na ka njoft ne si popull shqiptar në territorin e Jugosllavisë, faktikisht si është e mundur ta artikulojnë idenë e kërkesave apo luftës së tyre për liri, demokraci dhe pavarësi me këto mjete jo violente. Kjo ishte befasi. Mirë po, këtu meritat e mëdha i kanë ata etrit e parë të lidhjes demokratike. Këtu nuk mund të anashkalojmë presidentin historik Ibrahim Rugova, i cili artikuloi këtë ide, ndoshta edhe me vështirësi e mbajti, se kishim edhe elemente brenda LDK-s që njerëz që ishin juvlon të gjaku dhe faktikisht vishin në pozita defetiste që thonin se kjo rrugë nuk çon kurkum, prapë se prapë me ngulm dhe me atë durimin e vet e mbajti deri në momentet kur eskaloi situata. Gjë që faktikisht intelektualet e kuptuan atë ide, e kuptuan atë kulturë politike dhe për ata njihet lidhja demokratike që ka qenë si lidhje intelektualeve të Kosovës. Dhe na e gjetëm veten në lidhje demokratike jo për shkak arrogancës që kishim, ose trimërisë madhe që kishim, por për shkak të artikulimit politik kulturor si parti e cila dëshiron të arrijë objektivat e saj me mjete paqësore demokratike. Si ishte ndërveprimin atku me LPK-n, pastaj edhe me përfaqësuesit e ushtrisë shqiptare të Kosovës? Shiko, lëvizje të tilla të natyrës, qoftë LPK, LKQK, ka pas shumë organizata të fsheta në atë kohë që kanë vepruar, edhe i kom njoftë edhe si student, kom pas shumë kolegë të mi, faktikisht objektivin e kanë pas të ngjajshëm për lirinë e Kosovës. Mirë po mjetet kanë ndryshuar. Dhe në një farë mënyre ideologjia e tyre ishte bukur shumë ndikuar nga ideologjia që vinte nga shteti shqiptar, shteti am. Atje shteti shqiptar ishte një shtet komunist. Dhe gati që filozofia politike e këtyre organizmave politik të ndërtuar në forma të partive ose lëvizjeve, grupacioneve politike, bazën ideologjike kanë pas mjaft të majtë në kuptimin marksist-leninist. Se nuk kishin model tjetër për të pa. Pra, LPK-ja keni fjallën ka pasur këtë model. Për ta modeli përkryer. Dhe në një farë mënyre nuk kanë ditë me bë dallimin midis nacionales dhe të majtës. Se nacionalja shqiptare, dhe më thonë, e konsideronin Shqipnin apo Enver Hoxhën e konsideronin si pris të shqiptarve, nuk e shishin elementin komunist aty, fare, ose elementin e majtë. Kështu që ato kanë vujtur nga ky elementi i orientimit të majtë, por objektivi nacional ka qenë i qartë, kanë luftu për liri të këtij populli. Bile disa ishin edhe sakrifikantë të mëdhej, shumë organizata të tilla kanë sakrifikuar shumë. Mirë po,
befasia ishte e madhe e lidhjes demokratike me orientim perëndimor. Po. Kështu që për ata këtu ka pas probleme të natyrës së fërkimeve politike midis lidhjes demokratike dhe këtyre partive të tjera. Sa ato ishin më tepër të artikuluara nga disa ideologji tjera jo shumë perëndimore, kurse na ishim shumë perëndimore. Dhe në një farë forme na kem kopjue lëvizjet politike perëndimore, sepse perspektiva e Kosovës shihej jo në blokun komunist, socialist apo marksist, por në blokun perëndimor, se tek e fundit edhe miq që dëshironin ta ndihmonin këtë popull, edhe Kosovën si tërësi, ishin më shumë të orientuar ka perëndimi, se këtu ishte fjala për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania Madhe dhe shtete tjera perëndimore. Dhe sugjerimet ishin të asaj natyre që ne të mbajmë orientim pro-perëndimor. Dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, sado që është partije djathtë, ka qenë partije qendrës e djathtë, dhe pa përmendja që edhe sot e gjithë ditën programi i saj bazohet në bashkëpunimin ndërkombëtar me perëndimin, domethënë partia oksidentale, domethënë ka oksidenti të shkojmë, mu për atë edhe gati që populli shqiptar rëshiti apo iki nga ideologjia komuniste, socialiste ose e majt, kaloj në anën perëndimore. Kështu që kosovarët janë të merituar në këtë drejtim. Unë sa e dije, na ishim edhe model edhe për Partinë Demokratike që rrëzoi režimin në Shqipëni. Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë model për Partinë Demokratike të Shqipënisë. Shiko sa interesant. Në një popull kaq i vogël në ish Jugosllavi edhe të kemi qasje pro-perëndimore, këto e ka leju pak edhe mundësia e komunikimit që ka pas në atë kohë, edhe Kosova edhe Jugoslavia shumë me perëndimin. Dhe mu për atë orientimi janë ishte i qartë. Këto fërkime, profesor, kanë qenë evidente edhe pas luftës pastaj, sepse pas luftës keni qenë prej njerëzve më të afërt të presidentit Ibrahim Rugova, pra deri në vdekjen e tij. Unë s'kam qejf mi thonë që kem pas konflikte, fërkime po. Ka pas fërkime të natyrave të caktuara që këto xhelozi individuale, personale janë ngrit në nivel grupi, në nivel partish, mandej ka pas hezitime në bashkëpunim, jemi dëshmitar të këtyre gjërave. Bile unë jam dëshmitar në këtë rast kur sfidë interesante ishte kur kam qenë kryeshef i ekzekutivit dhe e kemi shtatoren e Skënderbeut, kur e kemi provuar këtë bustin që e kemi sot Skënderbeut në Kal, bashkëpunimi mes partive ka qenë shumë i dobët. Pse? Mos të them i dobët sa kem pas fërkime, sepse ideja për sjelljen e Skënderbeut erdhi nga profesori Mark Krasniqi, dhe u realizu nga një grup njerëzish të cilët e ndihmuan atë proces, kurse unë atëherë kisha përgjegjësinë më të madhe në nivel të Prishtinës të vendosim, të ndërtojmë dhe së fundi edhe të inaugurojmë 28-in e kemi inauguru, kështu që aty ka pas fërkime të mëdha. Si krejt shqiptarët, pse unë nuk e kom sjell e tash po e pengoj dikend. A në fakt Skënderbeu është i gjithëve, bile jo vetëm i shqiptarëve të Kosovës. Në atë kohë, PDK-ja po mendoni, apo jo? Urna? Me PDK-n ishin këto fërkime? Po shiko, gati fërkimet ishin me krejt partit. Po. Lidhja Demokratike ishte në fakt mori pushtetin lokal, sa atëherë s'ka pas pushtet qendror. Ju keni qenë pra kryeshef ekzekutiv që me ligjet e vjetra i bie keni qenë kryetari komunës. Faktikisht me ato normat apo me ato regulative ligjore të pushtetit lokal, unë isha kryeshefi i ekzekutivit. Domethënë ekzekutiv, pozitë ekzekutive në nivel Kosovë kur kush s'ka pas më të madhe se unë. Dhe mu më ka ra ajo përgjegjësi, ajo detyrë të sjellim faktikisht shumë buste, jo veç Skënderbeut, po edhe Nën Terezes, të ndrojmë shumë rrugë, të vendosim shumë emra. Pra ka qenë një periudhë kogja e vështirë, pra profesor, sepse ka qenë me një periudhë e pas luftës. Në fillim e kem da pak pushtetin me unë mikun, mirë po nga dalë janë bardë kompetencat të ne. Për shembull,
kur e kom marru në detyrën 2001-shi, mandej deri në 2004-ën ka kaluar gati krejt autoriteti i pushtetit lokal. Mirë po, 2001-ën ishim pushtet në Kosovë, ka pas veç pushtete lokale, se zgjedhjet e para janë bo zgjedhje lokale. E mandej janë bo ato mas një viti, apo një vit e gjys janë bo zgjedhjet nacionale. Atër ka funksionu në nivel qendror KPA-ja, Këshilli i Përkohshëm Administrativ, ku kanë qenë përfaqësues të partive politike. Ndërsa sa i përket autoritetit shtetëror institucional, unë isha njëri i parë në Prishtinë si kryeshefi i ekzekutivit, Sali Gashi ka qenë kryetari i kuvendit në atë kohë i asamblesë komunale në Prishtinë, kështu që faktikisht I bie që keni udhëhequr me Prishtinën, pra në atë periudhë nuk ka qenë kohë lehtë sepse kanë qenë pra fillimi, baza për ndërtimin e rregulloreve dhe çdo gjë tjetër, sidomos në atë periudhë më duket është vrarë edhe një drejtor që ka qenë drejtori i urbanizmit në atë kohë, pra nuk ka qenë periudhë as pak e lehtë për të udhëhequr me Prishtinën. Atë drejtorin e urbanizmit e kanë vrarë pa e marrë në detyrën para zgjedhjeve lokale. Bile një 2-3 javë mas vrasjes së ndjerit Recep Luci, faktikisht na kemi shku si pushtet lokal i zgjedhur. Dhe e mbaj mend këtë që me administratorin e Prishtinës, zotin Brenken i Gjerman, që e ka njoh mirë punën, që kam bashkëpunu shumë me te, kem pas edhe fërkime, po edhe bashkëpunim të madh, e mbaj mend që gjëja më e vogël që kem bërë për atë familje, e di që kom nënshkrue vendimin e parë si kryeshef i ekzekutivit, ja kemi dhënë një rrogë të përhershme familjes Recep Lucit, sepse ai tek e fundit ka humbur jetën në detyrë, në punë. Duke u mundue të ruaj qytetin, respektivisht të ruaj identitetin urban. Ashtu e kemi informacionet që në fakt e ka humb jetën. Po, edhe humb jetën, por kritikat më të mëdhaja janë ajo se si u ndërtua pastaj Prishtina pas luftës. A ka pasur mundësi, profesor, që të ndërhy komuna saktësisht të mos i lejoj gjitha këto ndërtime sot një lloj kaosi? E paramendova atëherë, ku në fakt ishte periudha më njëherë pas luftës dhe programi jonë ishte rehabilitimi i qytetarëve. Ky ka qenë programi kryesor. Ti rehabilitosh qytetarët do të thotë t'ju sigurosh kulm i kokë. Dhe Prishtina, me njerë pas luftës, a dini sa e banume ka qenë, afër 1,5 milioni njerëz kanë jetu në Prishtinë. Dhe vërtet ka qenë sfiduese ajo periudhë për neve, shumë sfiduese. E di që kemi hequr keq, na ka ndihmuar edhe bashkësia ndërkombëtare. Mirë po, në aspektin e disa çështjeve që janë sot urbane, që shikohen çfarë sa kate, sa kjo, atëherë nuk ishte ajo objektiv. Atëherë, objektivi kryesor ishte rehabilitimi qytetar, numër 1, dhe vendosja e normave elementare të para. Unë e di që rregulloret e para që i kem bërë na për udhëheqjen lokale, që në fakt i kanë kopju atëherë edhe të gjitha komunat tjera i kanë marrë prej nesh, janë konë ajo puna kryesore. Domethënë me rregullu një herë me letra institucionin lokal që ishte kryeqyteti. Mandej atë model e kemi transmetu edhe të kryetarët tjerë, të kryeshefat tjerë, ekzekutiv në komunat tjera, që bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë. Shiko, nuk mund të thamë që kemi bërë ndoshta punën më të mirë të mundshme. Por, duke marrë parasysh rrethonat, duke marrë parasysh situatën pas lufte, duke marrë parasysh kompetencat që kemi pas në raport me unë mikun, unë besoj që kemi punu mirë. Tash nuk është e jemja me thonë për vetveten, dhe të vlerësojnë të tjerët, por kur e shoh në raport me situatën e sotme, që kemi afër 6 muaj apo 1 vit qëndrojnë makinerit në qendër të Prishtinës dhe nuk punojnë fare, kanë tjerët ashtu. Dhe kjo është 2026, me krahasu me atë periudhë që na çka kem punuar tregon se faktikisht ka sfida. E sidomos kryeqyteti ka shumë sfida. Kjo është një foto kur e kemi presh Iritin, kur e kemi hap sheshin Bill Clinton. Dhe më kujtohet këtu sfidë ka qenë edhe emërtimi i rrugëve. Se ky emërtim që është sot standard i rrugëve, kem pas shumë telashe,
Bashkia Ndërkombëtare ka kërkuar në çdo tabelë të rrugëve në atë kohë të shkruhet edhe në gjuhën serbe edhe në gjuhën shqipe. E na e kemi gjetë një kompromis që shkronjat e para të shkruhen në gjuhën shqipe, keni pa tabelat e rrugëve, re shkronja e parë, u le shkronja e dytë, apo dy shkronjat edhe sete, street shkronja e tretë. Ky ishte kompromisi që e pranum, ndërsa emrat e të gjitha rrugëve të Prishtinës, që së pari ka qenë projekti i realizum të ne, faktikisht janë të shkruar në gjuhën shqipe. Këtë model e kanë marrë krejt komunat e Kosovës dhe sot ende është prezent ai model. A keni pa, çdo tabelë e rrugëve është shkruar. I kemi ikë shkrimit në gjuhën serbe, që kemi pas shumë të lashe në këtë aspekt, sepse tendenca ishte me çdo kusht të shkruen krejt rrugët në gjuhën shqipe dhe në gjuhën serbe. Dhe i kemi ikë me këto shkronjat. Edhe kemi përfshi elementin e gjuhësisë serbe, se është re, u, le edhe sete, por emri është shqip, e të njëjtën kohë e kemi plotësuar edhe atë kriterin e dy gjuhësisë, por e kemi mbajt edhe elementin nacional. Mund të vazhdoj. Do të vazhdoj me fotografi të tjera? Këtu është në Prishtinë, kur e kemi në ditën e Prishtinës, i kemi dhënë titullin qytetar nderi William Walkerit. Prishtinë, jo viti 2001. 2001, po. Kalojmë tek fotografi tjera? Këtu jam në Voice of America. Faktikisht, kom qenë disa herë, aty jam me gruan time dhe me dy miq të mi të Malit Zi, të Tuzit. Janë shqiptar, bilaj në mes nesh, ka qenë drejtor i përgjithshëm i Voice of America për vendet e Ballkanit. Edhe për Shqip, edhe për Serbisht, edhe për të gjitha, që është një patriot i madh shqiptar. Vazhdojmë tek fotografi tjera. Këtu, kur kam qenë, kur e kemi prit Bill Clinton, në fakultetin filozofik jemi këtu. E kemi prit edhe, bila ditë e ka thonë atë fjallën e madhe. Luftën e bom ne, ju shqiptarët e Kosovës duhet ta bëni paqen. Këtu është ai momenti shumë historik. Shohim foto tjera? Këtu jam në World Economic, në Crans Montana. Në këtë tubimin që mbahet ekonomisë botërore. Pra për shumë me Sali Berishën dhe Ibrahim Rugovën. Faktikisht jo me Sali Berishën edhe me Ibrahim Rugovën. Ky është një moment, mundi me u tërgu një fshetësi. Është momenti kur ka Sali Berisha në Partinë Demokratike e ka inkorporuar të ashtu quajturin Kopin. Kopi kanë qenë një grup i studentëve apo njerëzve të mirë që i ka marrë për jashtë, i Lulzim Bashën e këta që i ka marrë, dhe ato ditë na shpjegonte se si do në me zërue Partinë Demokratike të Shqipënisë me figura të reja. Dhe e tregojnë të këtë model presidentit Rugova. Isha prezent aty. Faktikisht është një takim shumë interesant. Mu për atë mu më bënë përshtypje. Sepse unë ku pas më ndaj takime mjaft me presidentin Berisha, por ky ka qenë një takim interesant shumë. Shohim foto tjera? Këtu jemi me mbretin Zog. Kemi qenë të thirrur në audiencën e tij. Dhe masandej na ka kthy atë vizitë te ne, kështu që presidenti Rugova ka pas respekt shumë për mbretin Zog. Dhe në një farë mënyrë e ka respektuar atë anën tradicionale të krijimit të shtetit shqiptar. Shohim foto tjera, sepse nuk kemi kohë pra shumë të zgjerohemi. Këtu jam mysafir i generalit Clark, kur ka botu librin për Kosovën, dhe faktikisht këtu jam me gruan time, por generali Clark na ka prit në audiencën e tij për të na dhënë ka një libër për Kosovën. Dhe vërtet ka qenë një takim shumë emocional. Këtu jemi në zyrën e zonjës Albright. Faktikisht e kem vizitue me profesor Dacin. Kur kam qenë deputet në atë kohë, kemi shkue, mandej kemi qenë mysafir të saj. Dhe kjo ishte një grua që madhe.
në fizikum shumë e vogël, po njeri shumë i madh, edhe politik edhe intelektual. Kështu që çdo fjalë e saj edhe sot është aktuale. Profesor, pra në 2006 do të flasim pak edhe për lidhjen demokratike të Kosovës, në kuvendin e famshëm ju u ndot pra nga LDK-ja dhe vazhduat me fraksionin e lidhjes demokratike të Dardanis. Po, mund të shohim atë foton me... Keni foton tjetër, aty që flet për këtë periudhë. Kuhen kur faktikisht une me profesor Dacin kemi qenë. Pse u bët bashkë me Nejat Dacin? Po, ja këtu. Jemi në zyren e Babdollit, që në fakt ishte atër edhe është kandidue. Në atë kohë, kër e kem vizitue, na ka qenë ambasador nderi i Kosovës, Babdolli. Këtu jam me profesor Dacin, me kryetarin e shoqatës shqiptare amerikane, dhe unë jam aty edhe është ai këshilltari i Nejatit. Kemi qenë në zyrën e Babdollit. Profesor, pse u nda LDK-ja pra nga ky prizëm tash, nga refleksioni që keni për të kaluarën? Ishte domosdoshme ajo ndarje dhe ndoshta a pati mundësi pastaj LDK-ja që ta marrë veten që nga 2006 deri më sot? Po shiko, sikur mendësia shqiptare është e tillë. Edhe ajo zatën në saj të asaj mendësie u bë edhe ndarja. Sepse ishte një kuvend i lidhjes demokratike, zgjedhor ishte, dhe doli rezultat, ishin 2 kandidatë. Ishte Nejat Daci dhe Fatmir Sejdiu kandidat për kreun e LDK-s, dhe bon përpjekje në atë kohë, do më thonë, ishte një grup i orientuar shumë nga Daci, një grup nga Sejdiu, dhe fitoj për 3-4% apo 5% ka fitue Fatmir Sejdiu kreun e LDK-s. Mirë po, duke po që pat divergjencat më dha aty, linden edhe situatë fraksionale pak mrena LDK-s. Bile në atë kohë na kem kërku me qenë fraksion i lidhjes demokratike, që kë grupi me Nejat Dacin, dhe i kemi ofru edhe bashkëpunim, por në atë kohë nuk funksionon të ajo racionalja shumë, e arsyeshmja, nga ona edhe kreut të LDK-s, zotit Sejdiu, po edhe grupit kryesis e LDK-s që ishin në atë kohë mjaft pezmatuar në raport me garen që ndodhi. Dhe duke pa mundësinë e bashkëpunimit, mbetjen e LDK, një grup i caktuar me profesor Dacin, faktikisht e kryum një parti të re, që në fakt ishte, si me thonë, fraksion i lidhjes demokratike, se në aspektin ideologjik, programor, nuk kem dalu shumë. Dhe edhe mu për atë edhe emni është signifikant. Ja kem gjitë emnin. Lidhja demokratike e Dardanis. Kjo ishte lidhja demokratike e Kosovës. Dhe dëmtoj LDK-n, pra, a ishte gabim kjo që ndodhi atër? Tash na mundem me logjikën e sotme, me gjykue si të duam. Në atë kohë, ishte e vetmja zgjidhje e mundshme me qëllim që të mbeten 2 grupe politike të fuqishme të djallta. Sepse na pretendonim në atë kohë filozofinë rrugoviane ta zhvillojmë edhe më shumë se sa ajo që mbeti në LDK. Se ai ishte edhe programi jonë. Unë mbaj mend si sot që kishim probleme pak me emërtimin se na kontestonte lidhja demokratike, emrin lidhje demokratike Dardanis, thonin e interpretonin si janë të ngjashme. Mirë, po ma vonë e regjistrum. Dhe ta thëmë pa ngurim. Ideja ime ka qenë në këtë emër. Ka pas ide me pas emër tjera, por me qëllim që të mbesim shumë afër me filozofin politike të lidhjes demokratike, që të me emnin lidhja demokratike Dardanis, që në fakt është ajo Dardania e mesjetës është Kosova e sotme. Do të analizojmë të një pak pra rrjedhjen e LDK-s, sepse jeni prej themeluesve të parë dhe sigurisht që edhe pse nuk jeni aktiv pra në politik, prap se prap besoj pra që e keni thellë brenda në zemrën tuaj LDK-n. Ku gaboj LDK-ja me këtë rezultat jo të mirë? Pra në 2021 ishte rezultati më i ulët, por edhe në zgjedhjet e kaluara, pra në zgjedhjet e fundit të këto të dhjetorit, ishte rezultati jo i mirë. Të thëmë të vërtetën, për profesora, për intelektual, politika është këmishë ngushtë. Sepse sjelljen e tyre, mendësinë e tyre origjinale,
mundohen të përqojnë edhe në politike dhe aty binë në kundërshtim me sjelljet politike, që në fakt janë shumë ma fleksibile, ma të ndryshueshme, kështu që zatën edhe për shkak të kësaj mendësie të profesurës në raport me politiken ndodhi edhe ndarja. Edhe profesor Daci e kishte këtë qasje, edhe faktikisht profesor Sejdive kishte qasjen e vetë. Të shumë edhe disa fotografi të liderëve që kanë udhëhequr me LDK-n. Për një periudhë të caktuar kohore kemi mbajt elektoratin në të dy grupet. Mirë po, vetë fakti lëvizjeve politike në Kosovë ma vonë na qunë deri të situata jo të favorshme. Edhe pse unë e lidhën demokratike të Dardanis në një periudhë caktuar kohore si deputet e kom lëshue dhe faktikisht kom bo shumë përpjekje t'i bashkoj prapë. Që këtu meritat për atë bashkimi ka profesori Sejdiu, që faktikisht edhe pse në fillim i pat ato paragjykimet e veta, u pa në fund se ata pa këtë pjesën e LDD-s mbeten pak. Profesor, faleminderit shumë që ishit pjesë e misionit personale për cilur rëfimin tuaj personal, po ashtu edhe këtë analizën politike që është mjaft e domosdoshme pra themi për këto ditë. Besoj që do të kemi mundësi t'ju kemi sërish në studio, ka qenë e pamundur natyrisht që të përmlidhet gjithë bagazhi juaj personale e profesional. Faleminderit edhe njerë, juve personalisht, kompaninë Dugaxhini komplet, edhe pse unë i konsideroj këta si janë në shtëpije imja, mirë po si do qoftë, kjo ishte për mu një ndër intervistat ma sfiduse, po të regoj. Kështu që besoj që diçka kemi të regu, edhe pse jeta është aq komplekse. Natyrisht. Mirë po, ajo që ka është e rëndësishme, jemi mundu të jemi objektiv. Qoftë në jetën time personale, qoftë në mjedisin e përgjithshëm kosovar. Faleminderit edhe njerë. Miq të dashur, faleminderit për vëmendjen me misionin personale dhe një tjetër personalitet, do takohemi javën ardhshme. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.